إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shëmbëltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën agjerimi I 6 ditëve të muajit Shawwal. Vëllezër të dashur, që në vazhdimsi të jemi në lidhje me Allahun e lartësuar, që në vazhdimsi të ngritemi te Allahu I lartësuar, dhe dal nga dal edhe ta fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar, ai ka caktuar për ne disa ibadete, disa veprime. Nëse unë dhe ty I realizojmë ata veprime që na urdhëron Zoti, ne nëpërmes tyre wallahi do të forcojmë lidhjen me Allahun, do të ngritemi shumë te Allahu I lartësuar, derisa inshallah do të bëhemi edhe të dashurit e Tij. Nga veprat shumë të dashura të Allahut, që për ne nëse I realizojmë, na rrisin, na ngrisin, na forcojnë lidhjen shumë me Allahun, është një prej tyre është edhe agjerimi nafile, pra agjerimi vullnetar. Për agjerimin vullnetar, na këshillon Allahu xhaleshanuhu nëpërmes pejgamberit alayhis salam, që është mirë të agjerojmë çdo ditë të hënë edhe të enjte. Pastaj është mirë të agjerojmë po ashtu ditën e 13, 14 dhe 15 të çdo muaji hënor. Është mirë të agjerojmë ditën e Ashurës, ditën e Arafatit. Pra, ka caktuar Allahu si ibadet agjerimin, edhe na ka mundësu që ne nëpërmes tij të ngritemi shumë te Allahu I lartësuar. Po ashtu në lidhje me ibadetin e agjerimit, që nëpërmes tij ne fitojmë vëllezër, fitojmë fitime marramendse, shpërblime aq të shumta, saqë nëse kishim dashur të I numëronim ato shpërblime, nuk do të kishim mundur të I numëronim. Është edhe agjerimi I 6 ditëve të muajit Shawwal. Pra muaj në të cilën jemi shtash, ose muaj I parë pas përfundimit të muajit të Ramazanit. Për vlerën dhe fitimet e mëdhaja të agjerimit të këtyre 6 ditëve, kujtonja fjalën e pejgamberit sa ku thot: men same Ramadane, kush e ka agjeruar Ramazanin, thumme etba'ahu sitten min Shawwal, pastaj ja bashkangjiti dhe 6 ditë të muajit Shawwal, a e dini çfarë fiton? Kana ka siyami dahr, Allahu e llogarit atë sikur se ka agjeruar një vit të plot. Po ashtu siç e dëgjuat, një vit të plot. Pra nëse ja agjerojmë këtë 6 ditë në këtë muaj, ne pastaj gjatë vitit, në ditët që do të ham, do të pijim, kur do të vim mbrëmja, koha e akşamit, Allahu do të na regjistroj se
kemi agjeruar dhe të na jep shpërblimin e agjerimit vullnetar nëse vetëm i agjerim këto 6 ditë. Vërtet një mundësi të cilën nuk guxojmë që ta humbasim. Pra le të agjerojmë këto 6 ditë. Agjerimi këtyre 6 ditëve ka edhe disa rregulla. Ndërto, e para është ajo që këto 6 ditë ne mundemi t'i agjerojmë të bashkuara, rishtazi, do të thotë 6 ditë e kryen, mirë po mundemi edhe t'i shkëpusim. Ju lutem, me kusht që 6 të plotësohen brenda këtij muaji, për ta marrë atë shpërblim. Po ashtu shpesh pyetemi për këto 6 ditët kemi edhe borxhe, që nuk kemi agjeruar, për shkak kemi qenë smun ose kemi qenë udhëtar, pra duhet kompenzime. Si ta bëjmë me kompenzimet? Nëse është e mundur që të bëhet në këtë muaj edhe kompenzimi, edhe 6 ditët është më e preferuar. Po nëse është e pamundur, atëherë çfarë do bëjmë? Du japim përparësi 6 ditëve para kompenzimeve. Pse? Se 6 ditët e kanë afatin më të shkurt, që është 1 muaj, ndërsa kompenzimet e kanë afërsisht 1 vit. Lut Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah për i fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman, nga ata që na ke pranuar o Allah agjerimin ton, adhurimet dhe lutjet tona. Na bëj të lutemi o i madhi Zot neve fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman, nga ata që ju zbutet zemra, i agjerojnë edhe këto 6 ditë dhe të marrim shpërblimin e agjerimit të 1 viti. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.